Pa Anis Mehmeti, për shembull. Super lojtar. Po pse se marrin këtë? Po, Silvinho tha nuk kemi nevojë për Mehmetin. Çfarë them? Po pse Bajrami ishte më i mirë për shembull krahtmajt me Anis Mehmeti? Mëtoj çik. Një sekond, lutem. Nuk mund ta komentoj dot këtë, të them vërtetën. Për mua Mehmeti ishte një nga lojtarët që duhet të thirrë në kombëtar për atë që ka dhënë deri tani në kampionatin anglez. Po si ai dhe lojtar tjerë, mund vjen mend është një djalë në Itali, Silvio Merca, një sulmues, lozën Serie B. Si është? Një nënç, një lojtar shumë i mirë. Më i mirë se ky Shpendi? Vlonjat, Shpendi gjithashtu, lojtar që kanë dhënë e kanë bërë edhe gola. Ky Silvio ka bërë diku ke 11 gola në Serie B. Shpendi gjithashtu, kupton. Tani, të gjithë lojtarët janë të vlefshëm për kombëtaren, kupton. Ti duhet marrësh për mendimin tim ato lojtarë që për atë moment, për atë ndeshje, lozin tek klubet e veta, performojnë të klubet e veta, jo lojtarë që minuta me pikatore, kupton. Edhe nga kampionati, sepse Anis Mehmeti luan në një kampionat shumë vështirë. Po shumë, super. Po mirë sa, se ishit atje ishe me ca manager tuaj, se i pash lidhjet që kishe me nga Anglia. Qa quhet ai veni që ishte atje në Wembley, që kishit marrë një kështu si... Ishte një lodge, një box. Një box edhe ishin disa manager. Manager tuaj? Po, që po shikonin ndeshjen disa lojtarë, si nga Shqipëria dhe nga kombëtarë angleze, kupton. Ti se ke kuptuar Sulqe, po Silvinho tash e ka ndryshuar, është bërë dhe ai menaxher. Do të thënë ka punë të vështirë këta Mario me shokët. Shko, kur vinë këta nga Anglia, vinë kështu si me diplomaci e kështu në Kene i lejmë për sot. Kene i lejmë që të justifikosh ardhjen. Sepse Drilon Gjebollari më theke ka menaxher në Anglisë një ndër më të mirët. Më krye redaktori i emisionit. Tani s'po mësoj asnjë gjë. Pra një manager, o Sulqe, sipas teje, një manager nuk mund të vinë për të parë një ndeshje për qef. Nuk mund të ekzistojë fare mundësia që të vinë Ndeshja ime është emisioni. Nesër unë nuk luaj nesër. Ndeshja ime është këtu. Tani ai duhet më japi një lajm mua se po na ndjekin. Se vetëm shkruaj, një ta hapi çik, se vetëm shkruaj. Po, apo jo. Po mund të jetë në lojtar që nuk ka lidhje me Shqipërinë, me kombëtaren. Mund të jetë në lojtar ose do huaj. Ai kanë tratativa, nuk mund të flasin para kohë. Manaxher më të mirë se mua ka sa dush, është manaxher që ka 10 lojtarë të kombëtarë, si është i madhi Fali Ramadani, që kështu atë duhet merrje këtu, jo mua. Si? Manaxher më të mirë se mua, domethënë nga shqiptarët, numri 1 që është i njishave është Fali Ramadani, ai që ka 10 lojtarë të kombëtarës. Janë sport. E ka Muçin ky? Muçin e. Edhe Muçi. Jo, po sigur e ka qenë Mehmeti Muçin. Po bashkan. Ka edhe është manaxheri Silvinho. Po ka diskutime, po këtu është hapur... Është edhe manaxheri Silvinho, ose kështu i ka shumë lojtarë. Kush manaxheri Silvinho? Fali Ramadani. Çfarë thoj? Po këtë thonë Muçin e ka qenë Mehmeti, çfarë thonë Po një më bashkëpunimi janë gjithë ato, kupton, bashkëpunojmë. Dhe mirë bën që bashkëpunojmë. Janë antikontraktual. Nuk e di, shiko se ju jeni dhe Brexit, tani po bën kështu exit of program. Po më jep kështu. Ai, domethënë në rang manaxher. Ata një lajm shumë e vlera, domethënë menaxheri 10 lojtarëve. Pse 10 lojtarë? 10 lojtarë dhe Silvinho. Ka 10 lojtarë të kombëtarës. Edhe prandaj nuk kemi ndrymin e këtë kombëtarës. Po e prisim punën e tjerë. Që ka super lajm. Është super lajm ky Mario. Është sigurt kjo 10 lojtarë të kombëtarës ka? Po. E sigurt. Ramadanin, një sekond. Bajramin. Gjimi, një sekond. Prandaj kemi ndrymin. Një sekond. Ka 10 Bajrami, Ramadani, ai lojtari tjetër i Leçës, Berisha, tjerë nuk i mbaj Mitaj. Çfarë thoj? Tjerë. E ne kërkojmë ndryme nga Silvinho. Dhe ka manaxher në vetë. Jo, nuk është aty, po them që ai është... është shumë herë më lart se sa unë. Kaq. Po mirë, më mirë se nuk kemi hartu të shikojmë shkallët e ti. Mirë, po them. Ti je manaxher në Britani, në tjetër do vije ai aty. Sot kam Bobin në emision, po patë Bobin i ketë gjitha. Po nivel si Xhaka nuk ka besoj. Si? Nivel si Xhaka nuk ka. Po Xhakën e bëre llogarin. Shkojmë te kronika e herë. Pastaj rikthehemi dhe diskutojmë studio.